ju pak më herët e përmendet Molotovin, që është përdorur në protesta e opozitës. Pyetja ime është shumë e drejtë për drejtë për Parlamentin Evropian, për juve si raporter, më e rëndësishme është një demokraci me Molotov apo një stabilokraci me kupollin e qeverisë të akuzuar për korrupsion? Faleminderit. Së pari, personi që i dha emrin këtij koktejli, siç i themi ne, Molotovi, kontributi i tij në histori nuk ka qenë vetëm pozitiv. Besoj e dim, kështu që demokracia me Molotov nuk është e mirë. Së dyti, dhe që ta themi qartazi, kur pra javën e shkuar ne pam fotografi në media për protestat në Shqipëri, që dukeshin dramatike. Pastaj vjen në Shqipëri dhe shikon një situatë shumë pak dramatike se ajo që u gjenerua nga fotografitë. Dhe kjo është që do të thotë pra që duhet të jemi të ndërgjegjshëm edhe për perceptimin që ju prodhoni nga media edhe në mendjet e qytetarëve europian. Pra, unë e di që shqiptarët dhe demokracia po funksionon mirë, që ka debat në kuvend, që ka debat edhe deri në orën 4 të mëngjesit, siç ka qenë rasti në kuvend, që ka hapësirë për opozitën, për deputetët e opozitës dhe të mazhorancës të diskutojnë këto çështje. Pra, është një demokraci normale ku ndonjëherë e ke qef dikën, ndonjëherë e urren, ndonjëherë je kundër, ndonjëherë ke të njëjtin mendim, por let mos ta mbi dramatizojmë gjën, ta dramatizojmë pra më shumë se ç'duhet. Unë mësova kur kam ardhur këtu që situata është më pak dramatike se ç'na duket ndonjëherë dhe mendoj që është edhe më e rëndësishme që të vim të gjejmë mesin e art. Pra përgjigja për pyetjen tuaj, a duhet të zgjedh ndërmjet njërës apo tjetrës, nuk do të zgjedhja asnjërin. Thjesht do të zgjedhja funksionimin normal të një demokracie.